krya më tepër si një frymë, meqense bëm një gjykatë që gjykoi serbët, kosovarët, për një farë kompensimi. Hajde bëjmë një gjykatë që të dënojmë edhe ca, domethënë që të ruajmë ato balancat, si e thonë një fjalë. Po më duket se nuk eci kjo ide për një arsye shumë thjeshtë. Në të gjitha ngjarjet për cilat akuzohen serbët, ka qenë ushtria serbe ose ushtria e Srpska Republika në Bosnjë. Dhe atje kolona, si piramida e urdhrave shumë e saktshme në ushtri nuk bëhet asgjë pa u dhënë urdhër, pse ushtarët s'kan bërë dhënë. Jo, mund të kenë edhe pasoja nëse një ushtar të kalon normat pa pasur urdhër dhe më the, ama pa të ketë urdhër, problemi dhe ndryshon pastaj se urdhri jepet për këtë, për atë dhe justifikohet. Ndërkohë që me këtë ide dhe atje u dënuan plot. Janë dënuar plot ushtarak serb. Kur erdhi puna për USHK-n, është tjetër gjë fare. Është tjetër gjë fare. Gjithë e dim se çdo më thënë luftë partizane. Kemi historinë tonë. Që një luftë që zgjati 2 vjet paktën, pjesa e fundit e asaj lufte, dhe e dim se me çfarë sikletësh kanë luftuar. Sa është kollajshme të përplasesh, këtu kishim një armik vërtet. Në atë kohë, Jugoslavia ka qenë fuqia 3 ushtarake në Europë. Unë e di të dytën, po s'ka rëndësi. Por dihet që ka qenë një ushtri shumë e fortë. Dhe ishte një ushtri që nuk erdhi si pushtues aty, ishte brenda. Pse se Kosovën ata kanë marrë që pas luftës së parë botërore, domethënë. Edhe pra e kishin pushtuar në mënyrë kapilare. Sigurisht, por shërbimet sekrete sigurisht që kishin shumë bashkëpunëtor. Dhe popullsia serbe nuk ishte ajo që është sot, sigurisht ka qenë shumë e madhe. Pra ishin shumë faktorë që e bëjnë diferent të ndryshme situatën në një luftë partizane se që kishim neve me pushtuesin, pavarësisht se ishte klasit parë, Wehrmachti Gjerman. Po dhe ushtria serbe, sapo e thamë, që nuk ka qenë e parëndësishme. S'ka qenë një ushtri që mund të luftosh me një ushtri të tillë brenda vendit që konsideron vetën, nuk e quhen pushtues, po është në vendin e vet, është vërtet shumë e vështirë. Dhe dihet që komandat që kanë qenë në zonat të ndryshme të Kosovës nuk kanë qenë ai të lidhur, anërisht sot ka celulare, ka ca mjete. Të gjitha këto mjete përgjohen. Nuk është hiç vështirë për një vend si Jugoslavia, me aleat fuqishëm si rusët në atë kohë që ishin shumë më tepër se sot, që ishte shumë e vështirë që ushtria çlirimtare e Kosovës të kishte modelin e një ushtrie të rregull si që ushtria jugoslave. Dhe sot tu ka ardhur çështja me gjykatën. Meqense gjykata praktikisht dështoi për ato krimet e mëdha, si Shtëpia e Verdhë, kompani që ishin propagandë. Ishin sigurisht propagandë. Dhe ata e morën me entuziazëm në fillim që kishin. Doli që nuk ishte aq thjesht. Sigurisht është në fillim, nuk është se s'kan ndodhur gjëra. Në një vend, në atë situatë, kalon nga një lloj pushteti në një tjetër, Jugodia me forcat të huaja që mbanin rregullin e mbështettar se u futën aleatët aty brenda, edhe ambienti për krime, për hakmarrëra të vjetra, edhe grabitje, u bë më komod. Kështu që kanë ndodhur, po nuk janë këta që duhen akuzuar për gjëra të tilla. Profesor, thuhet që dëshmia James Rubin në një farë mënyrë demitizoi Hashim Thaqin. Në fakt Hashim Thaqi, me sa di unë, kur nuk ka thënë që unë kam qenë komandant i përgjithshëm i UÇK. Po s'ka qenë. Po dhe isë politik ka qenë. Po. Tjetër gjë, komandant më kanë qenë tjetër gjë. Ka pasur komandant shtabi atje, ka pasur dhe njerëz më të rëndësishëm se Hashimi. Me thënë drejtën, Hashimi u bë i njohur me Rambujen. Me qenë se janë shumë motive. Me qenë se ata që ishin vërtet, nuk ishin brenda Kosovës, jo Zvicër, jo Shqipëri, se kështu organizuan edhe UÇK-ja. Dhe nuk shkonte që atje të venin njerëz që ishin jo direkt nga lufta dhe u caktua Hashimi. Hashimi është djalëzgjuar, ka qenë i rëndësishëm, por nuk ka qenë ai kryesori. Nuk ishte komandanti operativ në terren. Ai e përfaqëson të UÇK-n
në marrëdhënie me partnerët, me shtetet të tjera, sa herë që duhesh, politik, pjesa politike e problemit, si thosh. Ushtarakët që jepshin urdhrat e mbështetësh janë tjetër gjë fare. Por sot ka ardhur problemi që ku ka ngecur e gjykatë. Natyrisht duke mos e akuzuar dot për ato krimet e mëdha që u diskutuan në fillim. Dhe duke ardhur te kjo që dëshmimtarët nuk po përmendin ndonjëherë emrat e këtyre. Se s'kanë qenë as gjikundi këta që mund në skena të tilla që ka qenë dëshmimtar. Dhe nëse kanë bërë në hile, po e themi, jo krim, domethënë nuk e kanë bërë për një dëshmimtarëve. Kështu që tani ka ardhur puna që këta të akuzojnë jo për ato që ishin në fillim, po e akuzojnë për faktin që kishin një ushtri normalisht dhe janë burrën që kosovarët. Fatkeqësisht shumë prej tyre shkruhet në libra, direkt sa mbas çlirimit të Kosovës, jo kështu, jo i bëm kështu, jo i bëm ashtu. Ndoshta edhe duke e fryrë pak aktivitetin e tyre. Dhe tani kanë ardhur te kjo që ore, kanë ndodhur ca gjëra. Këta kanë qenë shefa, këta mbajnë përgjegjësinë. Po mbajnë përgjegjësinë nëse do ishin vërtet ushtria rregullt e mësetë, pra ka shumë gjëra dhe ka ngesur problemi. Dhe po zgjatet tani. Po përfundon, jo po ka kërcënuar dëshmitarët dhe domethënë ka ikur nga akuza për të cilën u nis. Sigurisht. Jo, ajo ka ndryshuar komplet, por fakti që po i mbajnë në paraburgim për kaq shumë kohë, kujton sikur mbulin këmbë që ti shpallin fajtor, pavarësisht se është shumë e vështirë. Pastaj problemi i amerikanit Rubinit ose atij tjetër që s'ja di emrin. Që më shumë deklarate përgjithshme, deklarate lidhur me UÇK-n, jo me këta personat konkretisht. Dhe është shumë e vështirë për të dy palët në një gjyq të tillë. Ata kanë prova direkte për komandantët, se tani për këtë akuzohet, që pse s'ishin në gjendje, kishin bërë një ushtri, u mburrën me një ushtri dhe s'ishin gjendje ta kontrollonin. Se nuk frenonin komandantët e zonave operative? Po pra, çik më poshtë. Ndërkohë që dhe mbrojtja është shumë e vështirë. Tani ka filluar mbrojtja. Probabilisht edhe mua më kanë kërkuar. Po, nuk e di se do jeni dëshmitar. Po, ma kërkuan, me thash po. Po e thash ores. Çfarë të thuash konkret? Pa. Unë opinione mund t'jap se si kanë prekur me dorë, nuk kanë qenë aty. Sigurisht, ti ke parasysh pastaj shumë disa, jo shumica. Po një pjesë e madhe e problemeve janë probleme mbasi hyn ushtrit aleate në Kosovë, do thonë kur UÇK-ja nuk ishte më operative. Edhe kjo është një faktor që, ore, pse akuzohet UÇK-ja? Kur ka ndodhur? Po, ka ndodhur. Ja kanë rrëmbyer shtëpinë një serbi që e quajtën kështu, kanë ekzekutuar ndoshta gjoja si bashkëpunëtor të serbëve, pa ka qenë një akmarrje personale në fshate më të tash dhe plot më të krime për atë periudhë quhen që janë krime që lidhen me situatën e luftës, me UÇK-n, Pra, nga të dy palët është që ke vështirë. Edhe prokurorët, tash, ndryshuan aq shumë, pro ato akuzat sa tani kanë përfunduar, mezi po e mbajnë gjallë gjyqin. Por edhe mbrojtja s'po thotë se unë e njoh për kështu, edhe ai tha, nuk e kemi konsideruar UÇK-n kur terroriste. Nuk e kemi konsideruar në që kishte një komand, një piramid komandimi të saktë, më se thash. Ne nuk bashkëpunojmë me